Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ju flet Radio Maria e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Ju ftojmë në këto qaste që së bashku ta lusim mbrëmsorën, e që është e ejtja java 27 gjatë vitit, java e 3 e psalterit. O hyj, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit të birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Hyj i fuqisë së madhe, qenjet lindur nga ujërat, pjesërisht i ktheve në vorbull, pjesërisht në ajrin zore. Nuj duke lënë të zhyturat, nën qiell duke vendosur të nxjerrat, që të dalin nga një trung, të mbushin vende të ndryshme. Dhuroju të gjithë sklevërve, që i pastron vala e gjakut, të mos din gabime krimesh, të mos mbajnë mërzi vdekjeje. Që askën të mos e mposht faji, askën të mos e prish vetë mburia, të mos bjerë mendja e qartur, e të mos e rrëzoj mendja e madhe. Bëjo atë të rishejti dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues për gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Tek dera e shtëpisë sate o Zot, shërbëtorët e tu brohorasin me galdim. Psalmi 132, pjesa e parë, premtimet që Zoti i bëri Davidit. Zoti hyj, do t'ja jap fronin e Davidit atit e tij. Lexojmë te Luka 1:32. Të bjerë në mend o Zot Davidi e gjithë mirësia e tij, si u përbetua Zotit, si u kushtua të pushtetshmit të Jakobit. Nuk do të hyj në pullazën e banesës sime, nuk do të bij në shtrojen e shtratit tim, nuk do t'i jap gjumë syve të mi, s'do t'i lë të kotën çepallat e mia. Pa e pas gjetur një vend për Zotin, një banesë për të pushtetshmin e Jakobit. Ja dëgjuam se është në Efrat, e kemi gjetur në fshat të Jarit, le të hyjmë në tendën e tij, ta adhurojmë të shtroja e këmbëve të tij. Ngrihu o Zot eja në vendin e pushimit tënd, ti dhe arka e pushtetit tënd, priftrinjt e tu le të vishin me drejtësi, shenjtrit e tu le të brohorisin me galdim. Për dashuri të shërbëtorit tënd Davidit, mos e përbuz ftyrën e Mesisë sate. Lavdiatit të birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Tek dera e shtëpisë sate o Zot, shërbëtorët e tu brohorasin me galdim. Antifona e dytë. Zoti e zgjodhi Sionin për banesë të vetën. Psalmi 132, pjesa e dytë, zgjedhja e Davidit dhe e Sionit. Tashti këto premtime janë bërë Abrahamit e pasardhësit të tij, që do të thotë Krishtit. Lexojmë te letra Galatasëve 3:16. Zoti ju përbetua Davidit për të vërtetën, asesis do ta shkel fjalën e dhënë, bamin e krahërorit tënd do ta vë mbi fronin tënd. Nëse bitë tu do ta ruajnë beslidhjen time dhe dëshmitë e mia do t'u amësoj, po edhe bitë tu përgjithmonë do të rrinë përmbi fronin tënd. Sepse Zoti e zgjodhi Sionin, e pëlqeu për banesë të vetën, ky do t'jetë vendi i pushimit tim për jetë, këtu do të banoj sepse vetë e dëshirove. Do t'i bekoj e do t'i ribekoj prodhimet e tij. Skamnoret e tij do t'i ngi me bukë. Priftrinjët e tij do t'i vesh me shëlbim, shetrit e tij do të brohorasin me galdim. Atje do të bëj t'ingallit pinjolli Davidit, do të përgatis dritëzën për të shuguruarin tim, armiqtë e tij do t'i vesh me turp, kurse mbi kokën e tij do të shkëlqej kurora e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti e zgjodhi Sionin për banesën të vetën.
Antifona e tretë, të gjithë popujt do të vinë në shtëpinë tënde o Zot, do të adhurojnë emrin tënd të shenjtë. Kënga krahasuar me librin e Zbulesës, kapitulli 11 dhe 12, gjyqi i Zotit. Po të falenderojmë, o Zotëri, hyj i gjithë pushtetshëm, Ty që je, ty që ishe, sepse e ushtrove fuqinë tënde të madhe. dhe e more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemërimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit, Koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu, profetët dhe shenjtërit, dhe për të gjithë ata që e druajnë emrin tënd. për të vegjël e të mëdhenj. Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe e mbretërisë së hyjit ton, Dhe sundimit të Krishtit të ti, sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tanë. që ditën e natën i padiste para hyjit ton, Por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë së vetë. nuk e deshën jetën e vetë aq sa e dronin vdekjen. Prandaj, galdo o qiell, Galdoni edhe ju, o qiellor të gjithë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Të gjithë popujt do të vinë në shtëpinë tënde, o Zot, do të adhurojnë emrin tënd të shenjtë. Leximi i shkurtër nga letra e parë e Shën Pjetrit, kapitulli 3, rreshtat 8 deri në 9. Jini të gjithë një mendimi, të dhimbshëm, plot dashuri vllazërore, të mëshirshëm, të përvojt. Mos e ktheni të keqen me të keqe, as fyrjen me fyrje, por përkundrazi, bekoni, sepse për këtë edhe u grishët, që të trashëgoni bekimin. Përgjigja e shkurtër: Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur, Na ngin me mjalt të nxjerr nga shkëmbi. me më të mirin grur. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Kënga ungjillore, Magnificat, antifona. Zoti i rrëzoi princat prej froneve të tyre e i lartësoi të përvuajturit. Kënga Virgjës Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, por ata që e druajnë, e tregoi fuqinë e krahut të vet. i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke u sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti i rrëzoi princat prej froneve të tyre e i lartësoi të përvuajturit. Lutjet e besimtarve. Për shpirtërisht t'i lutemi Krishtit Bariut dhe ngushëlluesit të popullit të vet. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Bekuar qofsh o Zot që na bëre pjesëtar të familjes sate. Bëj që gjithmonë të jemi gjymtyrë të gjalla të kishës së shejtë. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Kujdesin për të gjitha kishat ja besove papës ton Franceskut. Jepi fenë e palëkundshme, shpresën e gjallë, dashurinë e përkryer. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Mëkatarve jepu forcë që të kthehen. Të gjithve jepu paqe dhe shëlbimi. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Ti
e përjetove mërgimin. Le të bjerë ndërmend për të gjithë ata që jetojnë larg familjes dhe shtëpisë së vet. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë të vdekurve që shpresuan në ty. Jep ua pushimin e pasosur. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bën vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, prej teje kemi guximin të thrasim atë. Përforcoje në ne shpirtin e biqësisë hynore, që të meritojmë të hyjmë në trashëgimin e premtuar. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të dashur vëllezër dhe motra, na ndihmoft kjo lutje. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft hyj i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri dhe Shpirti Shenjt. Amen.